gjykata i nxjerr, madje në shumicat e rasteve gjykata ka shpallur të palishëm edhe arrestimin, ndalimin e tyre, ndërkohë që ne na thuhet po presim provat. Në fakt ato presin vetëm urdhrin politik, se çfarë do bëhet me protestuesit, por e çuditshme dikush ishte në to dy ndalimet që u bën te komisariati 4, sepse këto duhet të kenë patjetër statistika dhe duhet të tregojnë që shikon sa të ashpër po sillemi ne me opozitën. Të dy personat e ndaluar nuk kanë asnjë lidhje. Si ai Pukjani edhe më keq se Pukjani. Po. Dhe njëri nga këto djem që ishte edhe në moshë 3, 20 vjeç, ja deklaronte përveç se buante nga një smundje ankthi dhe u bë keq edhe në atë moment, kur i komunikuan ndalimin, përveç se deklaroi që kishte nënën të smur me kancer dhe tha nuk dua që ta marrë vesh, sepse mund të ketë një pasojë ke nëna, tha gjithë familja ime tha është pjesë e PS-s dhe administratës të PS-s. Unë thot kam qenë në një kafe, tregoj dhe kafe ku kishte qenë, ju sfidoj tha që hapni kamerat e kafes dhe më nxirrni një provë që unë edhe po të kisha marrë pjesë në protestë, se nuk është antiligjore të marrësh pjesë në protestë, nuk është shkelje penale. Por tha më nxirrni një provë që unë kam qenë në protestë dhe mbi të gjitha kam kryer veprime të dhunshme. Se çfarë ndodh? Kjo është vepër penale më vete pastaj, përveç ndalimeve të palishme. Këto tani i fusin ja 5 akuza, që të shkojnë sa më të blinduar në prokurori, dhe kur vjen prokurori për të caktuar masat e sigurimit, përveç se në përgjithësi edhe vetë prokurori kërkon detyrim paraqitje, por prokurori heq të gjitha këto akuzat që janë të pabëza. Për shembull, këta dy persona që s'kishin lidhje me Partinë Demokratike, edhe sikur të ishin në protestë, e di për çfarë kishin një nga akuzat? Organizim të protestave të palishme. Pra, meqense ndjes pas të Ilir Proda nuk kishte pranuar të merrte përsipër protestën, edhe Eltona Lushi po bashkë me Prodën ndjes pas, tani protestues të ndryshëm. Është i ri është. Po jo më politikisht po flasun se. Okej. Jo. Kështu kemi nuk bëjmë shurime. Po nuk bëjmë shurime, se nuk është në karakter, sidomos ne të djathtët nuk i kemi këto lloj problemesh. Ndërkohë, zoti Pacaj, një qendrim tuaj, ju lutem, për datën 28